Kur flitet për kronik të zezë, vëmendja shkon menjëherë te vrasjet, por tabloja reale është më e gjerë. Aksidentet me pasojë vdekjen, vetvrasjet, ngjarjet e lidhura me drogën, grabitjet me dhunë, abuzimet seksuale, zjarret me pasojë njerëzore dhe rastet e neglizhencës institucionale janë pjesë të njëjtit alarm publik. Këto ngjarje nuk duhen futur të gjitha në të njëjtin thes, sepse shkaqet janë të ndryshme. Megjithatë, ka një pikë takimi. Tregojnë se sa i pambrojtur është qytetari kur ligji zbatohet me hope, kur kontrolli mungon dhe kur reagimi vjen pas dëmit. Te aksidentet, për shembull, shpesh përdoret gjua e fatkeqësisë, por jo çdo aksident është fatkeqësi. Shumë janë pasojë e shpejtësisë, alkoolit, mungesës së sinjalistikës, korrupsionit në testim, mos kontrollit teknik apo neglizhencës administrative. Kur një shkak i përsëritur quhet vetëm fatkeqësi, problemi zbutet me fjalë dhe shpërsohet në rrugë. Te dhuna në familje nga ana tjetër, kemi një krim që për vite është trajtuar si dram private. Kjo ka prodhuar heshtje dhe heshtja ka prodhuar viktima. Shumë raste që sot hyn te kronika e zezë kanë pasur sinjale të qarta më parë. Kjo është pjesa më e rëndë, tragjedia shpesh nuk vjen pa paralajmërim. Si duhet lexuar kronika e zezë sot? Lexuesi duhet të ruhet nga dy skaje. I pari është konsumimi mekanik i lajmit, ku çdo ngjarje kalon si numër. I dyti është histeria, ku çdo rast i rënd merret si provë se gjithçka ka dalë jashtë kontrollit. E vërteta zakonisht kërkon më shumë ftohtësi dhe më shumë këngulje. Një ngjarje duhet parë në shumë nivele. Çfarë ndodhi faktikisht, cili është versioni zyrtar, a ka dëshmitar, precedent, kamera, histori konflikti. A ka pasur reagim të mëparshëm institucional? Cila pjesë e informacionit është e konfirmuar dhe cila po qarkullon, si thashë them. Këto pyetje nuk janë luks gazetarie, janë mbrojtja minimale kundër manipulimit. Në hapësirën online, kronika është shpesh terren i ngarkuar me pasaktësi, dalin emra para verifikimit, shpërndahen video pa filtr, ndërtohen versione të gatshme politike apo mafioze pa prova. Kjo nuk ndihmon publikun, vetëm sa shton zhurmën dhe dëmton dhe vetë hetimin. Gazetaria serioze nuk e zbut ngjarjen, por as nuk e shet si mall paniku. Ajo e vendos fakti në vendin e vet, i jep peshën që meriton dhe ngre pyetjet që shumë kushtet i shmang. Pikërisht këtu ndahet raportimi nga tregtia e klikimeve.